shumë gjëra për të mos mbaroj as nesër, po do të them dy gjëra. Po mirë, ato çka mund thuash, pa u zgjatur që deri në mëngjes, mëngjesin tjetër. Po? Të parën e kam me çamërin. Po çfarë kam me çamërin? Nuk jam çam, po. Por e duam çamërin. Edhe nuk po e marr vesh atë çamërin. Se po hidhet njëherë na për doja, njëherë na për doja, e po s'pongul këmbët e veta, dalë një krah mos lëviz më. Po pse po ndodh kjo gjë? Po nuk e di, kështu jemi bërë edhe neve të djatës, dhe unë jam i djatë. Po? Edhe çamërinë duam me shpirt, se tokë shqiptare dhe po të gjithë e duam. Ai vatan po rri, po qanë po rkon atje, dhe gjithë ata njerëz që janë vrarë, herën të vrarë, e gjithë ata njerëz që mbytën në lumë, dhe e di mirë atë zonë. Po. Në fakt ka ndënjur në po rri në hije, si punë atyre 4 topave që hoqin a vendi ai miku, e i msheu kena krau tjetër, ato janë vilajete, Çamëria, Shqipëria, Maqedonia. Po pse u fshyen ato 4 topa që kishin simbol? Këta intelektualit e Vlorës më duket kanë vdekur. Po se u ngritën gjë në protestë disa, një numër i vogël se nëse e duam qytetin, duhet të reagojnë gjithë, nëse nuk e duam, pastaj i bie. Qytetin e ka marrë lumi themin e këte nga Vlora, po më duket se mori dhe deti. Me sa duket... Të Vlorën. Me sa duket them edhe unë, po. Duket se mori dhe deti, jo lumi. Lumi masi do të nxjerrë në një, po deti të nxjerrë në Itali, në vendet tjera, unë vetë rrasa fare. Po deti është hallit mos të qonë në oqean, e zi ku përfundon anë e mban pasaj. Po nuk e di, këta... Nuk ka intelektual Vlora. Po. Popullisht bërë si ato baktit e sëmura që nuk di nga ikin. Po, janë të çorientuar njerëzit, siç e ke parë edhe vetë, janë 40 partitë krijuara në vendin tonë. Ata topa përfaqësojnë të gjithë kombin, të gjithë shqiptarinë. Edhe për ata, po nuk u ngrit Vlora, un kam një mendim të ngrihet gjithë shqiptaria, e atë pallatin atje të Sulos, e çan ato përpara aty të hidhen të tëra në shesh. Se ai ishte sheshi i gjithë shqiptarisë me shekuj, nuk është në ashti në 12-ën, ai nuk përfaqëson vetëm 12-ën. E kuptojnë, po. Manastiri, Vlora, Prizreni, kanë historira, janë larë me gjak. Neve po ashojmë të gjyshrit. Dhe jo se ashojnë ata, ke mbaruar. Me çfarë shikojmë që ne historinë e shuajmë, jo po e ngrëmë? Jo, historinë këta komunistat e zënë që na 43-shi, që me vllavrasi që shbën tragjasti, nuk e shkruajnë fare. Dhe tragjasti fillon prapë në Vlorë, pas mukjes, mbas 3 ditë e shvrasja tragjasti. Po. Ile, edhe nuk e përmësin, se ishte vrarë Zile Penita dhe komandanti i jugut të ballit kombëtar ka qenë Aziz Çami. Po. Edhe nuk e përmësi fare, nuk e zënë fare në hije. Bile, unë jam një person kur e vija, nuk jam çam. Po. Në zonë e çame këtu në Kume në Qole, në 96 në vija fotografinë e Haiti. Edhe e kam qurë dhe nuk do t'i përmës, i kam qurë dhe në për lokale çame ose vetëm disa persona që pa ka lequr. Po kam thënë, ta qoj apo mos ta qoj. Unë jam lapë për vete. Po, zotri. Këta po e fshin historinë, ku e di unë nuk e të po bëhet. Pra, po e qojnë të kombe, se ku do t'a qojnë... Unë e kam thënë që keqa na vina brënda leçan kojemi ne, jo fajna ka ky shtet, jo ai shtet, jo po... Shiko, ka dhe një të keqe, që të shkoja Shqipëria e ambasada Jugoslave duhet jetë në Tiranë. Po, duhet jetë në Vlorë. Ajo ambasada Jugoslave duhet jetë se është... Po thosha për që kryeqytet duhet ta kishim në Vlorë, këtu. Jo, nuk është, shiko. E bën këta komunistat, nuk të shikoj këtu si fytyrë, nuk është, po të, dhe mund të të njohë. Po. E bën këta miqë e Vlorës, ta që kërësat e parë, 97 donin të bënin kryeqytet Vlorës, jo shoku, jo. Edhe, ta ku jam një djatë, po të të një emri, po nuk du po të them se kush jam. Po. Po ta dish, edhe e Flam Furi, unë kam një pjesë gjakut nga Ismail Qemali. Nuk ka qenë për në Vlorë, ka qenë për në manastir. Për në manastir, po thoni? Po, dhe tërë ka tragjyshim që nga Vlora, ka qenë pjesar dhe në manastir. Po? Të thema semras mjemër. Dhe ata Kosovarë, pa Kosovarë Ismail Qemali nuk e vizë do Flamuri.
Normal, pa kosovarët se pa Isa Boletinin. Këta nuk shkrojnë, po nuk e din. Kanë qenë 36 deputet në parlamentin turk. Nga gjithë Shqiptaria. Nga gjithë Shqiptaria. Po që nga Qamëria, që nga Shqipëria, që nga Kosova, që nga Malizi, ka qenë 36. Po, val... Në një debat parlamentar atje, një turk ka qëlloj Ismail Qemali në mbrapa me plumb. Sepse sa që futësh Isa Boletini dhe Ismail Qemali e ndizni flak parlamentin. Po. Edhe ju Arnautë sa futën ju dhe dyta do bët debat të zdonza dhe shërë. Ata kërkoni të largë e ke parasysh, interesi kombëtar. Po. Që këta, që se ke fare familjen e Ismail Qemali, nuk i gjinë do t'jakun këta. Dhe më vjen keq, nuk ke një deputet të Isa, në afist Isa Boletinit në Kosovë. Pse nuk do kjo, që nuk ka si nga këta trashëgimtarë? Nuk e di, është një shorje patriotizmi, duhet të flasim që nga Skënderbeu, të gjithë, që nga Ali Pasha, të gjitha familjet janë patriote, nuk kam pse t'i fshim. Por që me sa duke qëllimi është të fshien të largohet historia sa më shumë dhe njerëzit të sfumohet. Jo, dhe nashti, edhe po t'i vësh veshin, nuk e di, shiko po të gjithë deputetët që kenë kone zogut, po t'i shikosh nga qa familje vinë. Të gjithë deputetët. Unë në fakt të ftoj një ditë në studio të diskutojmë si temë të. Në qoftë se këtë dëshirë. Po, nuk e di fute, vëri veshti të gjithë, do të përgjithoj nga familje, nga qatat, nga krajinat. Po edhe kërje plaku fshatit kur zgjidhej burr, nuk zgjidhej legend. Këtu jam dakord me të. Jam dakord, për sot e zgjedhin, hajde, zgjedhim krye plak. Me mua nuk paron as nesër, po... Apo një administrator që kemi dikë që është atje të shtëpia, mund ta quaj roje. Krye plaku fshatit, kryetari i Këshillit Lagjes, kryetari i Degës, kryetari i bashkisë, duhet të jetë fiziku, duhet të jetë një racional, jo të jetë në një parti. Në qoftë se një parti ti pata atje, ku do jetësh? Do jetësh lumë. Po, sepse këtu është e keqja që njerëzit ndahen, se ky është i majt, nuk do e ndihmojmë, ky është i djathtë. Do e ndihmojmë apo ky. Pra, ne jemi njerëz, dhe duhet, siç është fushata është një garë. Kush fitoj më i miri, por në rast se ku mbaron fushata, çdo qeveri duhet i përgjigjë qytetarëve. Kur e mori Partia Komuniste, të gjitha familjet e djathta i hodhin lumë. Në 90-ën, kur erdhën të djathtët, kanë marrë as të majta kanë hedhur lumë. Po. Pra, shiko familje se e floknat, mi e Moshevogu, nuk e di sa di. Shiko familje Balliste, shiko familje Zogiste, shiko familje Social-Demokrate që e kishte Skënder Mutua nga Tragjasi, e mori Skënder Gjinushi, që kishte bërë babait një 500 krime. Pra, kjo është krijohet një përçarje midis njerëzve. Këto njerëzit më shumë zihen për partitë se sa për të mirat dhe për hallet e problemet që kanë në shtëpitë e tyre. Ka kapur krau majt, prandaj them ajo ambasada e Jugosllavës duhet të jetë në Tiranë. Ajo duhet të zhdukur me sekonda. Po. Hajde mund të flasje, kam shumë vllaj për të. Patjetër, unë të thash të ftoj në studio një ditë kur të duash, mund të vish të bisedojmë. Jo, nuk ka janë ta uqit e vjetë të vlorës ta që hiqe si burra të mirë. Edhe atë që tek ishi sekretar të parë të jugu që dojnë të kërin vlorën në kryeqytet. Jo, shoku, ajo Tirana është e gjithë shqiptarve. Edhe ta thash, e Ismail Qemali, i kiri nga Manastirin në Kosovë, në Tiranë, nuk do të tukur dhe përfundoj në vlorë. Dhe tha, patrimat kosovarë nuk ngrish flamuri. Po, të falenderoj shumë zotri për telefonatën, kënaqësi dhe shpresoj do të dëgjojmë sa herë të doni, mund telefononi. Faleminderit. Ka bërë një emision të mirë, shoku. Shumë faleminderit, një ditë të mbarë. Ti je mirë.